erdhën 3 vete tek profeti alayhi salatu wassalam. Njëri prej tyre i tha, o i dërguari i Allahut, tha, unë tha nuk ka ditë që mos ta agjëroj. Të gjithë jetën time e kam bërë agjërim dhe vazhdoj ta bëj agjërim. Ndërsa i dyti i tha, kurse unë i dërguari i Allahut, tha, nuk ka natë, tha, që mos filloj, tha, nga fillimi i natës deri në fund natës duke fal namaz natë, vetëm adhurim. Ndërsa i treti tha, kurse unë, tha, për hatër të Zotit nuk do martohem, tha, që mos të angazhohem me punët e martesës me familjen, sepse më hikën koha, duhet jemi përkushtum vetëm për Allahun xhaleshanu. A mos valli, tha profeti alayhi salatu wassalam, bravo, Allah ju a bëv Zot, ju që e keni mashallah. Unë mërzit shumë profeti alayhi salatu wassalam, unë gjitë në hutbe dhe tha, si është kjo punë, tha, që më vinë mu njerëzit edhe më thonë, tha, këshu, duke tregu bisedën që i bën këto 3 njerëz. Ndërsa unë, tha, jam Muhammed, i dërguar i Allahut, ka, tha, ditë që agjëroj dhe ka ditë që nuk agjëroj. Ka natë që falem ose një pjesë natës falem dhe një pjesë nuk falem, flej gjumë dhe pushoj. Dhe unë, tha, jam i dërguar i Allahut dhe martohem, tha, dhe krijoj familje. Femen ragiba an sunnati felejse minni. Dhe ai i cili gjen rrugë ose gjen mënyrë tjetër jetese ndryshe nga kjo e imja nuk është prej meje. Sa i bukur është Islami. Imagjinoj qofshim falë Allahu xhaleshanuhu, duke qenë një familjar i mirë, duke qenë një njeri pra normal, ti mund të kesh pozicionin tënd aty ku ta ka caktuar Allahu xhaleshanuhu, mund të jesh një mësues, mund të jesh një drejtor, mund të jesh një punëtor krau, mund të jesh një njeri i thjesht, mund të jesh një shitës, një biznesmen dhe ti mundesh që të bëhesh i dashur i Allahu xhaleshanuhu. Kjo është feja jonë e bukur dhe ky është Zoti jon. I qofshim falë Allahu xhaleshanu.